Atëherë i dëgjova të gjithë kolegët, mendoj që pyetjet ishin me vend, po kështu si i bëjmë ne pyetjet sqaruese, unë besoj që nuk dalim në asnjë konkluzion. Për sa i përket pike parë është për sa i përket parkimit që do bëhet përpara universitetit, kam një sqarim që do jetë prej 246 vendesh, është një investim diku 4.2 milion euro dhe ai investim po bëhet totalisht për Vlora Marinën, pasi parkimet e Vlora Marinës nuk janë të mjaftueshme për rezidentët atje, kështu që nuk ka asnjë lloj impakti me qytetarët apo me pushuesit e tjerë që do vinë. Për sa i përket, e kam diskutuar që kur është krijuar shoqëria Vlora Parking, ashtu siç kemi krijuar dhe shoqëri të tjera, e kam diskutuar që çdo lloj shoqërie që hapet, duhet që të hapet, kryetare. O, Endrit, lutem. Çdo lloj shoqërie që hapet duhet na bëhet një analizë financiare. Sot që po flasim, na kanë prurë ca numra parkimi, na kanë prurë ca detaje, por nuk na kanë prurë një analizë financiare të mirëfillt, çfarë kosto do ketë për buxhetin e bashkisë ky proces që ne po bëjmë. Qyteti Vlorës ka një eksperiencë të hidhur me pjesën e parkimeve, se e dim shumë mirë që i kemi pasur më përpara në një kompani tjetër dhe njerëzit janë rrahur rrugëve për pjesën e parkimeve. Kështu që analiza duhet ishte më e detajuar, analiza financiare, duhet na vinte një analizë financiare e mirëfillt. Ajo që ka rënë dhe nuk duhet të marrim parasysh është raporti i grupit të punës. Raporti i grupit të punës është raporti i monitorimit në muajin gusht. Dhe duke bërë një monitorim të muajit gusht, ne sot jemi në fund të shkurtit. Raportet e monitorimit në kontabilitet, në terren, në qëllim bëhet një herë në 4 muaj që të ketë efekt. Ne duhet kishim një raport monitorimi edhe të më fundit në dhjetor apo në janar të 2025-s apo të 2026-s. Sepse me një raport monitorimi të muajit gusht nuk mund të veprojmë në shkurt të 2026-s. Në mbledhjen e fundit të muajit shtator, në mbledhjen e Komisionit Financës të muajit shtator 2025, na ka ardhur, na ka paraqitur në kod drejtoresha e parkimeve, kemi një raport analizë për gjithë periudhën deri në gusht të 2025-s. Drejtoresha e parkimeve na ka thënë në këtë projekt analizë, i cili është i 15/9/2025, na ka thënë që elementi i rëndësishëm në funksionimin e veprimtarisë së SHA dhe të shtimit të strukturës me staf për sektorin e kontrollit, monitorimit terren, specialistë IT, arktar dhe çdo specialist. Dhe ka thënë që duhen 4 veta staf për ta bërë këtë punë. Ky është një raport i shtatorit të 2025-s. Në mbledhjen e Komisionit Shërbimeve, drejtoresha e parkimeve, zonja që është atje, pasi i kërkuam një analizë financiare që çfarë gjenerimi të ardhurash do kryejnë këto vende parkimi, ose më saktë, cili do jetë investimi fillestar që do t'i kalohet Vlora Parking për ta bërë të aksesueshme këtë lloj projekti, na tha, më nevojiten 18 veta staf dhe 850 milion lek të vjetra investim. Këto ishin fjalët në Komisionin e Shërbimeve të drejtoreshës së shoqërisë së parkimeve. Analizën që ne e kemi marrë në këtë raport për pjesën e shfrytëzimit është marrë në periudhën e pikut. Ne dhe nuk mund të llogarisim shfrytëzimin me një analizë të muajit gusht, kur nuk e dim si është shfrytëzimi në nëntor, si është shfrytëzimi në janar dhe si është shfrytëzimi në pjesët e tjera. Përse do nevojite një analizë financiare? Do nevojite një analizë financiare përveç pjesës investimit, duhet edhe një analizë financiare për pjesën e të ardhurave që do gjeneroj kjo kompani. Sepse në qoftë se kjo kompani pas investimit dhe pas gjenerimit të ardhurave del me humbje, çfarë kuptimi ka ta bëjmë gjithë të zallamai, të bëjmë gjithë të proces pa kuptim, kur kompania del me humbje, për të vjel ca të ardhura të cilat na sjellin humbje. E garantuar 100% që do dali me humbje. 100% e garantuar dhe do jemi këtu pas 6 muajve, pas 8 muajve apo 9 muajve. Kjo analizë duhet të bërë e detajuar për shumë efekte. Jemi pro të bëhen rrugë me pagesë, po përpara se të jemi pro, duhet të bëni një analizë të na bindni që kjo është rezultative. Unë nuk jam dakord për shembull që të bëhen ato 3 sheshet si projekte pilot me pagesë. Ajo është më e thjeshta. Projekt pilot me pagesë duhet bërë një shesh problematik për të parë si do sillen
qytetarët, si do sillen rezidentët, si do sillen bizneset të cilët nuk e keni futur, as bankat, as njëri tjetër, që për mendimin tim, të mbaroj zoti Moçka, që për mendimin tim, edhe ai biznesi që ka një biznes në bulevard apo ku tjetër, nesër shkon në bashki dhe thot, unë jam biznes, paguaj taksat, jam rezident. Biznesi automatikisht në momentin që në QKR, në QKB, ka adresën aty ku zhvillon aktivitetin, kthehet në rezident. Edhe biznesi nuk ka të drejtë të paguaj asnjë lek. Ligjërisht kështu funksionon. Përderisa unë jam rezident në një apartament dhe i çoj adresën dhe marr atë pullën, edhe biznesi është rezident. Po ju them që keni dhe një gabim të tarifa e intervaleve. Gjithmonë grupi punës, sepse zotëria në fjalë drejtori po flet për grupin e punës, po drejtori nuk është pjesë e grupit punës. Grupi punës janë 5 veta, të cilët janë këtu emrat e grupit punës që janë Sara Zhapa, Skerdilajt Hunda, Besi Gjondeda, Manuela Prifti, Donald Leskaj, Bledar Toja. Nuk ka lidhje ai që thot grupi punës bëri këtë në grupi punës. Keni vënë fashat orare 12 orë maksimumi, 8 me 8. Në pjesën tjetër e kemi vënë 8 me 6, do të thot 10 orë. Këtu keni vënë një tarifim 500 lek, keni thënë nga 12 në 24 orë. Përderisa ju fashat orare i keni 12 orë, pse keni vënë tarifim për 24 orë 500 lek? Do paguajnë edhe për kur mbarojnë fashat orare? Prap nuk ka sens. Relacioni që është bërë nuk është një relacion profesional, nuk është një relacion i detajuar, si nga ana e rrugëve në terren, si dhe në ana tjetër që është në pjesën financiare. Pjesa më e rëndësishme është pjesa e investimit dhe pjesës e gjerimit të ardhurave. Ka dhe një detaj tjetër, të cilën ne duhet ta diskutojmë, është dhe detaji që pjesa e personave me aftësi kufizuar, raportet, siç janë në BE, janë shumë të ulta. Në 144 vende parkimi ju keni lënë 2, duhen minimalisht 8 deri në 12%. Dhe duhen në vende të tjera. Çdo gjë që është bërë është një gjë e pastudiuar mirë dhe do keni problematika që në implementimin e saj. Relacioni ka rënë sepse është i gushtit 2025. Duhet kishte një relacion tjetër të nëntorit, të dhjetorit apo të janarit për të parë pjesën e pikut të kësaj gjëje. Unë dhe grupi jonë jemi kundër këtij projektvendimi në mënyrën si është trajtuar dhe si është shprehur. Faleminderit.